Eksportet shqiptare vijuan rritjen në korrik 2026 duke arritur në 33.7 miliard lek ose 10.6% më shumë se në të njëjtin muaj të një viti më parë, sipas të dhënave të Instat. Megjithatë, krahasuar me qershorin, eksportet ranë me 5%. Bashkimi Evropian mbetet tregu kryesor për mallrat shqiptare. Në korrik 68.4% e eksporteve u drejtuan drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa importet nga tregu evropian përbënin 47.8% të totalit. Në tërësi, shkëmbimet tregtare me BE-n nxinin 53.6% të tregtisë së jashtme të Shqipërisë. Ndër partnerët kryesor, eksportet drejt Greqisë shënuan rritjen më të fortë me 19% krahasuar me korrikun 2025, ndërsa ato drejt Gjermanisë u rritën me 2.5%. Në kah të kundërt, eksportet drejt Italisë ranë me 2%, ndërsa ato drejt Kosovës me 2.4%. Rritja e eksporteve u mbështet kryesisht nga materialet e ndërtimit dhe metalet, me kontribut prej 8.9% si dhe nga mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike me 5.3%. Tekstilet dhe këpucët ndikuan negativisht me rënje prej 4.3%. Importet arritën në 86.4 miliard lek duke u rritur me 3.6% në terma vjetor dhe me 3.5% krahasuar me qershorin. Rritjen më të fortë shënuan importet nga Kina me 22.7%, ndërsa ato nga Gjermania dhe Greqia ranë përkatësisht me 9.2% dhe 2.9%. Deficiti tregtar u regjistrua në 52.8 miliard lek, 0.5% më i ulët se një vit më parë, por 9.8% më i lartë se në qershor.